Në fakt, publikimi i fotove nga prindrit për fëmijët është cënimi i privatësisë dhe rritet rreziku për që këto fotot mund të keq përdore. Në të shmënyrë? Nga persona të ndryshëm. Për shembull, nga inteligjenca artificiale dhe deepfake që mund të përdoret pjesa e fytyrës të fëmijës duke bërë foto të ngjashme apo video të ngjashme që mund të përdoren nga persona të ndryshëm apo të keq përdoren, të publikohen diku, duke rritur kështu riskun që fëmija të jetë gjatë gjithë kohës i ekspozuar online. Pra krijohet një lloj ngjashmërie vizualisht, ndoshta tek zëri arrin që inteligjenca artificiale tani të depërtojë më tepër se ç'duhet në privatësi. E fytyrës, sepse me zhvillimin e inteligjencës artificiale bëhet akoma dhe më e rrezikshme pjesa e deepfake dhe e zbulimi i tipareve të fytyrës. Pra, themi jemi përballë një rreziku të madh që kërcënon fëmijët tanë dhe ne vetë me duart tona. Po, dëshira e prindit për ta publikuar fëmijën apo për ta postuar. Janë disa karakteristika që duhet të kihen parasysh ose kushte të privatësisë, sepse për shembull në Instagram apo Facebook po e marrim pra rrjetet më të përdorshme sociale ose dhe TikToku,